Unë jam Heldi Kopliku, luaj për ekipin e Akademisë Vllaznia për moshat U16. Roli jam fush është sulmues i gjatë. Jam formuar tek ekipi i Dhëdorit. Sa vite keni qenë pjesë Akademisë Vllaznia? 3 vjet po që jam pjesë Akademisë Vllaznia. Heldi, pse ke zgjedhur të merresh me futboll? E kam pas ëndra pasion qysh i vogël për me lujt futboll, ka kanë për me lujt gjithmonë. A është e vështirë të merresh me futboll sot? Po pak e vështirë, sa sakrifica e mund. Ju ka mbështetur dhe ju mbështet familja? Po gjithmonë ka ndaj afër, apo mbështet ton kohën. Keni kaluar ku të thunë një periudhë vështirë larg fushës së futbollit. Ishte vështirë të qëndroje pa luajtur futboll, pa ligë, pa Ka ka një fije vështirë se ato është përmendaj shumë muj larg fushës, po e kena kalu me ndihmën e Zotit. Cilat janë dëshirat e Heldi Koplikut për të ardhmen? Çfarë kërkon të arrijë në karrierën e tij? Kam që më bëj futbollist i mirë, me lujt për ekipe jashtë, me lujt për ekip mirë. Por gjëja e parë që duhet bëni është të luani për vllaznin, besoj. Po, ajo është gjëja kryesore herë, mandaj Sa e rëndësishme është tashmë vllaznia në jetën tuaj? e rëndësishme është sepse një të vaj stërvitje, kaloj kohën më të madhe aty. Është një emër e rëndësishëm vllaznia për ju? Po e rëndësishme është. Keni një futbollist që kërkoni të ngjasoni? Po kam qef e shoh Ilhamin Jamalin, se kam qef që me kanë si ai, po i shoh po.